Artar Mogjeri është me ne në studio për diskutuar lidhur me zhvillimet e fundit, dhe flasim fillimisht për vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese edhe më pas për çështjen e manipulimit të votave, numrin e madh të personave të arrestuar dhe se çka po tregon dhe çfarë pasqyrje jep procesi zgjedhor i gjithë ky manipulim i votave që e kemi parë deri më tani sa i përket procesit të rinomërimit. Atëherë Artar, mirëmbrëma dhe faleminderit që je sot me ne. Faleminderit për mundësinë, Donika, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit shumë. Atëherë Artar, si e sheh vendimin e fundit gjykatës kushtetuese i dhënë sot në orët e pasdites, pra ka konstatuar që zgjedhja në Renat Rashishi si nënkryetari i komunitetit serb është antikushtetues. Për çdo person që i ka dy fije mend, që ka lexuar ndonjëherë në jetën e vet kushtetutën, që din se si është kriju shteti i Kosovës, ky vendim nuk do të duhet ishte i papritur, sepse është në lidhshmëri me gjithë këtë trajektore, pra është me postulatet, me premisat e gjykatës e kushtetutës sonë, edhe nuk ka asnjë mundësi tjetër. Është një zhgënjim, është për keqardhje të madhe, është zhgënjim i madh, humbja e madhe e kohës që po bëhet me tema të paqena, sepse kjo betejë në këtë mënyrë kundër listës serbe gjithmonë do të është e destinuar për të dështuar, sepse lista serbe nominativisht po i respekton ligjet e Kosovës edhe nuk mund të anashkalohet në këtë mënyrë si po duhet bëhet. Tash është bë një farë populizmi, kështu një farë poshtërsie edhe në rrjetet sociale që në momentin që nuk thu që lista serbe është kriminale, ti je me ta. Pa marrë parasysh jetën tonë, pa marrë parasysh a ke pas pasojat luftës, a ke pas viktima, a ke pas zhdukun, nuk ka. Në momentin që nuk e qunë tradhtar, armish edhe që duhet me u zhba nga faqja dhe, ti je me ta. Kjo është shumë poshtërsi për rrjetet sociale, për kështu për populizëm, por për njerëz normal, kjo është e prishme sepse vetë mënyra se si është kriju shteti i Kosovës e parandalon një anashkalim të tillë siç deshi kja bënte lëvizja vendosje shumica me zgjedhjen e pra nënkryetarit. E njëjti parim do të jetë edhe me zgjedhjen e qeverisë. Domethënë sepse fryma është e tillë, ideja është e tillë, kushdo që e ka përcjell pak edhe pakonati Sarit edhe zhvillimet në Vjenë kanë qenë vetëm dy gjëra, domethënë shtetësia e Kosovës edhe garancitë për pakicat. Shtetësia e Kosovës ka qenë ndërlidhur me garancitë për pakicat. Edhe kjo nuk mund të zhbëhet. Ahtisaria ka marrë çmimin Nobel për Kosovë, tash po përmendet pakoja e tij si një model i mundshëm për zgjidhjen e luftës në Ukrainë. Pra ideja është që nuk mund të zhbëhen këto postulate, këto themele në këtë mënyrë kështu brutale, sepse kështu pastaj nëse fillohen edhe ndryshohen, atëherë do të shkatërrohet kushtetuta, do të shkatërrohet shteti. Po them, nuk ka të bëjë këtu me listën serbe, po ka të bëjë me një subjekt që i takon një pakice, e cila i ka vendet e garantuara, që ka marrë vota, që ka dalë në zgjedhje me rregullat të Republikës Kosovës, që e pranon shtetin e Kosovës dhe që sipas kushtetutës tonë, kush e fiton shumicën e ka legitimitetin për ta pas edhe përfaqësuesin qoftë në kuvend, qoftë në qeveri. Domethënë kjo është lidhja vertikale, votat, deputetët edhe posti. Po, megjithatë tani a jep të drejtë listës serbe ta mbajë bllokuar konstruimin e kuvendit me këtë mekanizëm që ja ka jap në duar apo jo tani? Jo, e tash kjo është ana tjetër e medaljes. Edhe pakicat kanë obligime, nuk kanë vetëm të drejta, njëjtë siç ka shumica, por shteti i Kosovës e ka obligim që t'i qaset pakicave në mënyrë konstruktive, në mënyrë demokratike dhe të bëjë çmos që ato ta kenë zërin e vetë, pa marrë parasysh cila pakicë është, sepse shteti edhe gjykata kushtetuese kishte thënë sot, domethënë shteti duhet ta garantoj përfaqësimin e pakicave, por as pakicat nuk guxojnë që ta bllokojnë shtetin. Domethënë gjithë kjo mund të bëhet siç është bërë deri më tani, me dialog, me marrëveshje, me diskutime politike, me kompromise të dyanshme edhe mund të vihet deri te një zgjidhje, por në këtë mënyrë bllokuese nuk ka asnjë gjast që të vazhdohet. Edhe ku është e keqja më e madhe? Unë mendoj që ky është një autogol i madh i zotit Kurti, sepse nuk mund ta mposh listën serbe në këtë mënyrë, nëse ajo i respekton ligjet e Kosovës. Listën serbe mund ta mposht, mund ta zhbëj vetëm nëse ajo i shkel rregullat e kushtetutës, i shkel rregullat ligjore, domethënë edhe kjo do me një mënyrë
Sot, për shembull, ky vendim e fuqizon listën serbe, sepse tregon që ajo ka pas të drejtë në aspektin kushtetues dhe dëmton shumicën shqiptare. Dhe nëse vazhdon kështu, ose duhet do dikur të bëj kompromis me ta, kompromis normal, që askush nuk do t'ja shete për të madhe, ose duhet që vazhdimisht shkojnë nga blokada në blokad deri në një humner. A sharon artan vendimit që ka ndodhur nëse asnjë prej anëtarëve të listës serbe që propozohen, nga vetë lista serbe nuk marrin votat e nevojshme për nënkryetar të kuvendit tani? Ideja ishte aty saktë kishte thënë që nuk mundet shumica me përcaktu pakicës përfaqësuesin. E kishte thënë në gjykatë, edhe kjo është normale. Kjo është ideja vendeve të rezervume. Pra vendet e rezervume për Serb, për Bosnjak, për Turq, për Goran, për Roma, Shkali, Egjiptas, pra janë që ata vetë ta zgjedhin përfaqësuesin, të dalin në vota, të marrin votat të komuniteteve përkatëse dhe pastaj ata të vendosin për fatin e tyre. Në zgjedhjet e ardhshme mund të mos ketë. Për shembull, Nenad Rashiqi nuk ka pas vota para 2 herëve, tash e ka fitu vendin, herën e ardhshme mundet me fitu 5 deputet. Ne e respektojmë Nenad Rashiqin se është për Kosovar, është kështu, por ideja është që nuk mund të bëhet në këtë mënyrë. Pra qasja është keqësisht e gabuar dhe mund t'i kthehet bumerang. Edhe bashkia ndërkombëtare, aleatet tonë janë shumë të ndjeshëm ndaj respektimit të pakicave, sepse pakicat janë një indikator shumë i madh për demokracinë e një vendi, pra për rendin demokratik. Edhe ti mund të bësh çfarë duash këtu, por pasojat do të jenë të mëdha në nivelin ndërkombëtar. Pra izolimin që ja bën ti pakicave në Kosovë, të njëjtin izolim do ta kesh edhe nga Evropa dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra po them, është një betejë e kotë, është një betejë e paqen, është një betejë populiste, krejtësisht e panevojshme që humb shumë energji. Pra është e tmerrshme sa shumë energji humbet duke e vendos listën serbe në një spotlight, me një dritë kështu në skenë, në vend kryesor, ndërsa në anën tjetër problemet jetike të qytetarëve janë lënë anash në nivel të dytë. Pra po them, është një gabim i madh, të cilin shpresoj që tash disa njerëz do të thonë gjykata kushtetuese është tratare, siç fillon edhe në Facebook. Kontroll që do të jenë ca kisurve gjyqtare. Disa absolutisht, disa domethënë përfaqësues adhuruesit e vetëvendosjes do të thonë që gjykata kushtetuese është pro-serbe, është tratare, ndërsa në anën tjetër shumë njerëz do të thonë që e kemi ditë edhe na, edhe pse kanë qenë, nuk kanë pas mendimet kundërta. Ata ka qenë situata kaq e sharpë, pse konsideron që gati një vonesë kaq të madhe nga ana gjyqtare për të marrë një vendim të tillë, sepse gati 3 muaj ose më shumë se 3 muaj janë bërë që ka pasur ankesë nga ana listës serbe. A të duket që kanë qenë në presion apo çka tregon kjo? Kanë qenë presion shumë të madh edhe për mua ka qenë kjo e pakuptueshme sepse situata ka qenë e qartë. Kushtetuta është shumë e qartë, do të thotë ai komunitet që i merr vota përfaqësues duhet ta kenë përfaqësuesin legjitim, edhe nuk ka këtu asnjë paqartësi, domethënë nuk do duhet kishte. Edhe është një pengesë e madhe sepse do të mund të qartësonte shumë gjëra, por gjykata kushtetuese është në presion shumë të madh, edhe nga partitë politike, edhe nuk e kanë të lehtë sepse nuk kanë një mbrojtje siç e kanë pas më herët. Por po them, prandaj edhe është gjykata kushtetuese është shndruar në bastionin e fundit të mbrojtjes së demokracisë. Është një fat i madh që kemi, sepse këto janë parime universale. Domethënë, ajo çka nuk e kuptojnë njerëzit, militantët, është që kur janë parimet universale, sot mund t'i bie për dobi një partije tjetër, por nesër ti mund të kesh dobi. E njëjta për shembull ka qenë me faktin që fituesi i zgjedhjeve duhet ta ketë kryetarin e parlamentit me automatizëm. Ju kujtohet në fillim edhe vetëvendosja edhe partitë tjera gjitha kanë qenë kundër. Por në momentin që fitoi vetëvendosja zgjedhjet, fjala e parë tha kryetari i kuvendit na takon neve dhe për postet tjera duhet të fitojnë. Pra, kjo është e mira e parimeve që janë universale dhe për këtë arsye ato duhet të respektohen, por po them, është përkeqardhje të madhe, është zhgënjim i madh se sa shumë kohë po humbet, lista serbe nuk do të duhet të ishte as temë, sepse është një parti e pakicave, pra kryeministri i Kosovës i ka 1 milion punë tjera më të rëndësishme për shumicën, për 90%, edhe nuk duhet hyjë në betejë të cilat prej fillimit dihet me gjitha parimet, a ju kujtohet ajo maskarada, ai perversiteti aty me ato topat e lotarisë që nxirreshin, domethënë këtë ishte bizare kështu, të gjithë e dinin që
nuk ka kur fare efekti, sepse kushtetuta është në kundërshtim plot me ato çfarë bënin, u humbën 4 muaj, edhe tash jemi në pikën 0, por kjo është tash edhe më keq sepse tash është plotësisht e qartë. Domethënë, gjykata kushtetuese ka betonuar këtë edhe nuk ka më asnjë mundësi që të ketë ndonjë lëvizje populiste herën e ardhshme. Pra tash duhet kushdo që dëshiron ta konstituoj kuvendin, duhet që të bisedoj edhe me apo ta pranoj apo të kthehet ajo që ishte shumë mirë ishte ajo edhe me pakicën serbe edhe me pakicat tjera, pra me një pako, edhe por vetëvendosja ndau për të zezën e vetë. Po, dhe në anën tjetër gjithashtu, a konsideron që kemi vonesa edhe sa i përket procesit të numërimit, rinumërimit të rezultateve të votave, kemi deri më tani 150 persona të arrestuar, të intervistuar, vetëm gjatë ditës së sotme me 15 kryekomisionierë e ndaluar Mali Shep. Çfarë pasqyre po jep gjithë procesit rinumërimit, sa i përket zgjedhjeve, të gjitha këto zhvillimet, sa i përket në rinumërimit votave? Po, për që vidhen votat është ditë gjithmonë, pra ka qenë një sekret publik, është ditë bile ka pas politikanë që edhe janë krekos në për kafenej, në për restoranë, që unë nuk bëj fushat, sepse i paguaj komisioner dhe në fund zgjidhe me deputet, por nuk ka pas një reagim nga shteti. Kësaj radhe ndodhi diçka shumë e mirë, sepse ndonjëherë ndodhin këto. Kur një sistem është zinxhiror, ndodh që ndonjë halk të mos përputhet me idenë e gjithë zinxhirit. Domethënë, nëse herave të kaluara të gjitha partitë kanë qenë pro vjedhjes, nëse prokuroria ka qenë pro vjedhjes, nëse policia ka mbyll një sy, një vesh, kësaj radhe ndodhi që ishte ky prokurori i Prizrenit, zoti Kryeziu, edhe ai nuk kishte pjesë e këtij ingranazhi, edhe i bëri ato Pra konsideron që në kaluarën në këtë vjedhje kanë qenë përfshirë në heshtje edhe institucionet e drejtësisë që do duhet t'i hetonin këto raste? Absolutisht 100%, kjo është e vërtet, kjo është e sakt, edhe nuk ka asnjë mundësi që t'jetë ndryshe përveç një miratimin e heshtje, sepse me vetë faktin që kanë vjedhë të gjitha partit, askuj nuk i ka konvenu që ta zbardhë këtë skem, sepse edhe kjo vjedhja e ka një arsye. Domethënë, vjedhja e votave, manipulimi i votave, është që të zgjidhen ata njerëz cilët janë shpesh edhe më të dobishëm për liderin, për leadershipin, për kryesin, sepse dihet këtu që asnjë lider nuk i konvenon që të ketë deputet të padëgjueshëm, kështu që në një moment të votoj kundër. Për shembull, tash e kemi çështjen e zgjedhjes presidentit, ta zëm disa vetë në LDK kanë thënë që nuk do ta votojmë Vjosa Osmanin, haptas. E tash, për shembull, zoti Dablegjiko nuk i konvenon kjo nëse ai dëshiron që ta bëjë një projekt që ta votojë. Pra, edhe me çështjen e projekteve të mëdha, liderëve ju konvenojnë deputetet e dëgjueshëm. Ata këta deputetet të dëgjueshëm, nuk futen në këtë dhjetëshën e parë që nuk e kanë pasaj problem ndoshta hyrjen në kuvend, apo nuk është Jo, zakonisht janë këta që janë jashta dhjetëshës së dytë, domethënë zakonisht prej provinca, prej që nuk janë të eksponuar medialisht, që nuk janë emra të njohur, disa biznismen që kanë para edhe për t'i korruptuar e kështu me radhë. Por ideja është që ky ka qenë një zinxhir. Të gjithë janë bërë kishë nuk po e shohin, edhe të gjithë janë da të lumtur, ata që kanë humbë vota, ka pasë raste në kaluarën, duket ka qenë kjo deputetja e AK-s që ishte ankuar, dhe pastaj pas rinumërimit u zgjodh deputete, por kanë qenë shumë sporadike, shumë të rradha. Kësaj radhe ishte vjedhja industriale dhe ishte të gjitha partive. Te këta komisionerët numri ishte aty. Si me thonë, 15 vendosja, 20 PDK-ja, 13 LDK-ja, pra nuk ishte, që një parti nuk ishte hiç, apo ishte 1 me 100. Pra të gjithë ishin atë, kjo është fakti kryesor që kanë qenë ka pas marrëveshje. Mirë po ishte kryeprokurori Prizrenit që në këtë hallkën pra nuk u pajtua edhe doli dhe tash nuk ka kthim brapa më, sepse ai ka edhe pushtet. Kur një person në këtë hallkën, pra lirisht ka mujt me qenë një kryetar një partije, një dege me për shembull në Prizren, dikush që ka mujt me ngritë zërin, por nuk e ka ngritë zërin, sepse edhe ai sigurt të kishte ngul këmbë apo ndonjë personalitet këtu në qendër, domethënë ndonjë antar i madh, por të gjithë kanë heshtë sepse me një aspekt
të gjithëve ju ka konvenu, apo nuk janë prek në mënyrë direkte. Ata që kanë prek, sepse hajnia ka ndodhur zakonisht mes deputetëve që kanë qenë të njëjtit rajon, të njëjtës pjesë aty, edhe kështu. Por fatmirësisht pra ndodhi kjo dhe tash nuk ka kthim rrapa, mendoj që është një mundësi e mirë për shërimin e gjithë këtij sistemi, për emancipim, edhe por prapë është në duart e liderëve, sepse nëse vetëm edhe këta, domethënë tash liderët duhet t'i dënojnë ashpër ata njerëz që kanë marrë pjesë, duhet t'i përjashtojnë ata kandidat nga partitë, nëse nuk e bëjnë këtë, atëherë vetëm sa do të jetë kështu. Megjithatë, Ardhana, është problematike që të vërtetohet ose që të ketë hetime edhe aktakuza edhe ndaj vetë kandidatëve për deputet që i kanë vjedhur këto vota, apo është e vështirë, apo dhe mund të shohim vendime vetëm gjykatave që përfundojnë komisionerët për këto manipulime. Tash, me sa e pash dikun një pagesë ka qenë 50 euro. Domethënë për një komisioner, tash 50 euro nuk është, tash çdo gjë do të varet nga niveli i ndëshkimeve. Nëse dikush ndëshkohet për shembull me 6 muaj burg, askush nuk do të hynë të 6 muaj apo 1 vjet burg për 50 euro, sepse nuk është proporcionale. Sikur të ishte 1 milion euro, ndoshta edhe kishin duruar, por për 50 euro tash nëse ka presion të madh ligjor, unë jam i bindur që gjithë ata komisionerë do t'i qesin, do t'i tregojnë ata kandidatë cilët i kanë paguar dhe pastaj prokuroria duhet merret edhe me ta, sepse ata nuk kanë imunitet, edhe për këtë arsye pra duhet që të ndërpritet ky për arsye se e keqja më e madhe në instancë të fundit ju ka bërë qytetarëve të Kosovës. Pasi ata kandidatë që kanë ardhur në këtë mënyrë, ata kanë qenë shumë të dëmshëm edhe në kuvend. Nëse dikush ka ardhur në këtë mënyrë, ai nuk ka menuar për të mirën publike, as për nevojat e qytetarëve, as për ndonjë projekt pozitiv, por ai ka menduar veç për atë klikën e vet e cila ka sjell aty, pra ka qenë një dëm i madh që ju është bë edhe politikës, edhe partive, edhe qytetarëve, por shpresoj që tash ky do të vinë si leksion për rikuprim. Dhe Artan, deri çfarë mase ka përgjegjësi KQZ-ja këtu dhe a e dëmton integritetin e zgjedhjeve gjithë ky manipulim i votave? Gjithsesi se dëmton, gjithsesi sepse shkalla shumë e madhe. Domethënë, në momentin që është shkalla shumë e madhe, KQZ-ja ka përgjegjësinë më të madhe, do duhet që ta bënë një rivlerësim, që të dilin me një analizë, jo të fshihen prapa një perde dhe tani të thonë, po ne nuk kemi ditë, prapa prokurisë, por ata kanë pas përgjegjësi të madhe. Një ndër problemet e mëdha ka qenë edhe data, sepse 28 dhjetori ka qenë datë absurde, edhe numri i vëzhguesve ndërkombëtar ka qenë më i vogël, sepse ata prej datës 20 ata shkojnë në pushime gjithashtu. Ka KQZ gjithashtu e kanë theksuar mungesën e vëzhguesve të partive politike që kanë ngritur dyshime për manipulim. Edhe kjo ka ndodhur, pra mirë, po kjo ka qenë kjo skema e përgjithshme që ka pas një lloj marrëveshje kështu, s'po them gentlemen, se ata nuk janë gentlemen, po kriminale që ne vjedhim në partinë tonë, ju vjedhni në partinë tuaj, edhe unë bëna këtu, domethënë ka qenë një lloj pajtueshmërie e plotë, sepse sikur të ishte vetëm një parti, atëherë do të ishte ndryshe. Sikur dallimi të ishte mes partive shumë i madh, do të ishte ndryshe. Por me vetë faktin që të gjithë komisionerët janë të përafërt. Tash aty numri i votave është diçka tjetër, sepse ka dikush ndoshta se aty janë bastionet, pasi edhe nuk janë numëruar të gjitha vendet. Momentin që numërohen gjitha qytetet në Kosovë, me siguri do të ketë edhe ndryshime edhe për partitë. Numri më i madh i votave manipuluar është brenda PDK-s dhe janë 2-3 kandidatë që kanë mira vota të vjedhura, më shumë është njëri prej kandidatëve. Po, sepse PDK-ja ka pas përvojë më të madhe, edhe tash mirë, po edhe këto partitë po marrin mësim nga PDK-ja, sepse dihet vitin 2010 edhe ka pas akuza shumë të mëdha. Por besoj që kjo e dëmton edhe PDK-n, edhe PDK-s nuk do duhet i konvenonte ardhja në deputetit tillë apo deputetëve tillë. Tash veçanërisht për zotin Hamza, i cili ka rishtas në krye të partisë, edhe duhet që ta dëshmoj veten si një lider reformist, edhe që bën ndryshime që nuk e ndjek rrugën e vjetër, por është fatkeqësi që të gjitha partitë kanë qenë bashkë në mas
të ndryshme, por të gjitha kanë apliku këtë parimin e vjedhës së votës, i cili në asë një mënyrë nuk ka mundur të bëhet pa një leje nga qendra. Pra qendra e ka ditë sepse është projekti madh për të bërë nga vetë kandidatit. Pra e kanë një miratim të jeshtu një lloj nga dikush këtu në qendër, edhe për këtë arsye ndodhen kjo, por është një hije keqe. Kosova është marrë si shembull edhe në rajon për zgjedhje të mira, për zgjedhje fair demokratike, edhe tash, edhe në ditën e votimeve, çdo gjë ishte në rregull, por kjo ishte si një lloj icebergu që brenda ujit është një masë shumë e madhe e akullit, ndërsa jashtë shihet vetëm një pjesë shumë e vogël. Po, dhe Artan tani pas rinumërimit, gati 80% e vend votimeve janë rinumëruar. Këto ditë është ngritur pyetja nëse do të mund të preken këtu afatet kushtetuese kur vjen çështja e presidentit. Pret rrezik që mund shkojmë përsëri në zgjedhje për shkak të afateve kushtetuese sa i përket zgjedhjes së presidentit, apo më shumë po shkojmë drejt formimit të institucioneve? Po kjo, sa i përket numërimit, kjo tash varet prej KQZ-s, sepse KQZ-a s'paku tash e ka një mundësi që ta shpërlaj ftyrën pak me shpejtësi, me urgjencë, nëse nuk ka mujt me 28, që ti parandaloj s'paku tash me anë të rinumërimit, mund të investoj më shumë edhe në resurse njerëzore dhe që kjo punë të bëhet shumë më shpejt, edhe që ta kemi një rezultat. Unë dëgjova diku që deri ka mesi shkurtit, edhe me ankesa edhe me gjitha, mund të përfundoj procesi. Mund të përfundoj procesi, kështu që i bjen që kanë një gjysmë muaj deri me 4 mars, që ta zgjedhin edhe parlamentin, edhe qeverin, edhe presidentin apo presidenten. Pra duhet një urgjencë. Për fat keq nuk po shihet ndonjë aktivizim i madh i liderëve partijak, të gjithë janë kështu indiferent, janë nonchalant, edhe nuk gjithë po i presin zgjedhjet, mirë po nuk është të thënë që tash rezultatet pak a shumë dihet, nuk mund të bie vendosja në 20% dhe LDK-ja të rritet në 50%, domethënë dihet pak a shumë, edhe disa takime, disa kështu marrëveshje, qoftë jo formale, s'paku do duhet bëhen, por nuk ka asnjë informat as nga zoti Kurti që është fituesi absolut i zgjedhjeve, por as nga parti tjera shohim disa elemente kështu që thonë për shembull nga LDK-ja do ta votojmë, por në anën tjetër nuk ka diçka më të madhe. Do të jetë e tmerrshme nëse përsëritet ajo çka ka ndodhur vjet, sepse duke i njoftë politikan tanë, nuk është largmendsh që të zgjedhin opsionin më të tmerrshëm, sepse nëse shkojmë pa parlament, pa kushtetut, pa qeveri, pa president, as gjykata kushtetuese nuk ka më shpjegim se çfarë ndodh në një situatë të tillë, sepse gjithmonë supozohet që një institucion është legjitim. Pra nëse nuk është presidenti, atëherë është kryetari i parlamentit që ta ushtrojë detyrën, por nëse edhe kryetari i parlamentit është ushtrues detyrë, edhe kryeministri është ushtrues detyrë, edhe nuk ka president, pra këtu nuk ka, do të jetë e tmerrshme nëse kjo ndodh. Në mbetet vetëm të shpresojmë. Deri më tani fillimisht, Artan, a ke pas sinjale nga vendosja që e mbështesin edhe për një mandat Osmani, sepse para se të nisë ndoshta marrëveshja do duhet të diej publikisht nëse e mbështesin mandatin edhe për një mandat Osmanin ose përkrajnë ndonjë figurë ose emër tjetër, si ishte këto, sepse as për këtë nuk po shohim shumë diskutime, apo jo? Zoti Kurti nuk po jep asnjë informat, as publikisht, as jo publikisht, sepse Kosova është vend i vogël edhe ka miqësi, ka kështu lidhje, edhe është presidenti Osmani nuk e ka asnjë informat se a do të rikandidohet apo jo aktualisht, pra nuk e din. Edhe zoti Kurti nuk po përmenden kështu disa emra në media, mbrëm edhe në konfront u përmenden disa emra, por unë mendoj që më shumë se sa çështja e emrave është më rëndësi të dihen parimet edhe niveli i kompromisit që zoti Kurti është i gatshëm të shkojë për të marrë ato vota, sepse nuk mund të ndodhë ajo që ka ndodhur para 5 vjetëve, që zonja Osmani, presidenti Osmani të marrë votat pa dhënë asnjë garanci dhe pastaj të bëhet aleate
kështu besnike e Zotit Kurti, që t'ja plotësoj të gjitha dëshirat politike, edhe me datë zgjedhjeve, edhe me shkarkime, edhe me emrime. Pra nuk mund të ndodhë kjo, sepse LDK-ja ja pa sherin kësaj, edhe do t'ishte e të meshme nëse ata do t'a bënë të njëjtën gjë edhe tash. Me PDK-n është një hendek shumë i madh, po ashtu edhe me pakicat, pra është një mision shumë i vështirë, po thua është një mision i pamundur, i pamundshëm arritja 80 vota pa kompromise. Nuk mund të sillet Zoti Kurti sikur janë e parë, edhe sikur me çështjen e kryeparlamentarit. A ka dhënë sinjale që mund sillet përsëri kështu në këtë formë? Po aktualisht nuk po bisedon, as nuk po jep kurrë indikacioni për atë se sa, për shembull, nëse do të ishte shumë mirë, nëse Zoti Kurti do të thoshte jam i gatshëm që të bëj kompromise dhe do të bisedoj me partitë për kompromiset edhe deri ku janë vijat e mia të kuqe, ku janë vijat të kuqe të partive tjera, pra që t'jepke ndonjë ose që t'i ftonte ndonjë kafe ose ndonjë takim, ose që ekipet tjera, pra sikur ata po bisedojnë me Serbinë, domethënë këto ekipe negociatore, e nuk po bisedojnë me partitë kosovare që ndoshta janë edhe kushëri edhe fshin. Çka tregon kjo Artan, që tensionet vazhdojnë të jenë aty pak a shumë, por më të heshtura mes partive politike apo çfarë? Ndarja është shumë e madhe, edhe askush nuk ka asnjë iniciativë që ta parafroj këtë ndarje, që ta zhbëj. Edhe ideja është që kjo është tash me siguri na çon drejt një situate dramatike. Unë do të doja që të mos bëheshin ato skenat që me datën 4 t'i ftonte Zoti Kurti në ora 8, në ora 10 ishte mbledhja, e në ora 8-9 t'i ftonte partinë për të marrë vesh, dhe pastaj dalin thonë ne nuk u morën vesh, pra këto lojra shpresoj shumë që të mos përsëriten, sepse do të ishin të mëshme për kulturën tonë politike, për etikën publike, për gjitha gjërat, për emancipimin, edhe mirë po aktualisht nuk ka ndonjë indikacion. Unë nuk besoj që askush nuk do t'ja bëj Unë nuk besoj që dikush do t'ja bëj 80 vota Zotit Kurti me aq lehtësi pa ofruar diçka. Pra, ose mund të ofrojnë ndonjë post të rëndësishëm, ose mund të bëhet biseda për dy gjykatësit e gjykatës kushtetuese, ose për marrëveshje ndërkombëtare. Pra, diçka duhet që të ofroj Zoti Kurti në mënyrë që t'i marrë ato vota, sepse për ndryshe do t'jetë kështu e të mëshme, do t'jetë një lloj mazohizmi politik nëse LDK-ja apo ndonjë parti tjetër ja mundson krijimin, pra me sukses përfundimin e procesit të zgjedhjes së presidentit apo presidentit pa marrë diçka. Pra nuk ka lidhje, është zonja Osmani, është Zoti Konjufca, është kushdo XY, nuk janë më rëndësi emrat, sepse kushdo që bëhet, ai më shumë ti bërzhli do të jetë ndaj Zotit Kurti, sepse Zoti Kurti ka votat më të mëdha, por nuk bën që të sillet kështu në mënyrë paralele dhe tjetë 100% vetëm me kërkesat e tij, nëse nesër vjen puna ta zonë për një datë të re të zgjedhjeve apo për ndonjë për zgjedhjen e drejtorit AKI-s apo ambasadorëve apo kush. Ti ke duart e lira në gjitha proceset. Po, ti ketë edhe ti marr parasysh pak edhe kërkesat e opozitës, pra të mos jetë një president apo presidente 100% pozitare e pozitës e pushtetit, por ti marrë për bazë ndonjëherë me raste të caktuar, pra në momente të rëndësishme edhe kërkesat e opozitës. Po, atëherë Artan, falenderoj shumë që ishe sot me ne. Shumë falenderoj për mundësinë, Donika. Faleminderit shumë. Dhe tani është koha për bllokun e lajmeve të votës dhe më pas rikthehemi me zhvillime të tjera.